Ndërshmia e shefit të sigurimit të klubit të natës në Koçan ka zbuluar detaje tronditse mbi tragjedin që shkaktoi 59 viktima dhe mbi 150 të plagosur. Blagoçkjo Georgiev tregoi se për 2 vite ekipi i tij kishte siguruar klubin, i cili ishte ndërtuar me materiale të lira dhe të rrezikshme. Ai theksoi se izolimi i brendshëm ishte bërë me sfungjer të lirë dhe lehtësisht të ndeshëm, një gjë që rriti rrezikun e zjarrit. Sipas tij, pronari i klubit kishte etje të madhe për fitime dhe kishte injoruar palajmërimet me problemet e sigurisë, përfshirë dhe licencën e dyshim të biznesit. Georgiev rrëfeu me slotësh se kishte palajmëruar për praninë të miturve në lokal, por pronari kishte urdhëruar që ata të lejoheshin për të siguruar më shumë të ardhura. E pasi zjarri i përfshiu ndërtesën, u zbulua se klubi operonte me licencë të falsifikuar dhe nuk përmbushte standardet e sigurisë. Kontrollet nxorën në pa dështime të rënda që çuan në këtë tragjedi. Pronari i cili tentoi të largohej nga vendi pas ngjarjes u arrestua së bashku me 19 persona të tjerë, përfshirë dhe ish zyrtar të qeverisë. Kjo tragjedi ka ngritur pikpyetje serioze mbi neglizhencën e institucioneve dhe mungesën e kontrolleve që mund të kishin parandaluar humbjen e jetëve njerëzore.